Kur jemi fëmijë, shpesh ne mund të bëjmë veprime të cilat mbase nuk janë shumë të përshtatshme me ambientin, por që gjithmonë në një farë forme ne arsyetohemi. Momentin kur rritemi, janë ca sjellje specifike të cilat fatkeqësisht nuk tolerohen, në rast se ato nuk i përshtaten normave të shoqërisë. Normat të pashkruara shpesh në një farë forme arrin të definojnë sjelljen tonë. Mirë po, çfarë thoni ju? A ndodhe njëjta edhe me kafshët? A jetojnë kafshët në një vend ku ka norma shoqërore edhe për ta? Për këtë temë, sot në rubrikën e librit për fëmijë do të prezantojmë librin Rick the Dog with a Difference. Personazhi kryesor i librit tonë është një qenush i cili quhet Rick. Riku në pamje të parë është një qenush shumë i zakonshëm. Mirë po çfarë do të mësojmë ne gjatë ngjarjes së librit është se Rikut nuk i pëlqen as pak loja me shkop. Ai nuk ka dëshirë që të vazhdoj dhe të vrapoj pas një shkopi dhe fatkeqësisht për këtë Riku ndihet ndryshe nga qenushët e tjerë. Në udhëtimin e Rikut për të gjetur vendin në të cilën ai përshtatet, neve do të na shfaqen shumë personazhe të tjera, shumë kafshë të tjera të cilat do të bëhen miq të Rikut. Për shembull, një ndër personazhet kryesore do të jetë një rosë e cila as pak nuk ka dëshirë që të lahet në ujë. Dhe në anën tjetër kemi një lopë të cilës nuk i pëlqen as pak bari, por në fakt asaj i pëlqejnë ushqimet e njerëzve. Rick the Dog with a Difference është një libër i cili do t'ju mësoj fëmijëve që nga mosha e hershme për vetë vlerësimin. Do t'ju mësoj atyre se secili prej nesh ka specifika të ndryshme dhe dallimet janë ato të cilat na bëjnë neve të veçantë. Prandaj, përmes historive të kafshëve të ndryshme, ne do të mund të ju lexojmë fëmijëve një përrallë të këndshme dhe në të njëjtën kohë të ndihmojmë në zhvillimin e tyre si persona.